Profeti Muhammed, paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka qarë për Imam Husein. Është transmetuar nga Ummul Fadl bintul Harith se ajo hyri te i dërguari i Allahut, paqja e bekimit të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e vendosi Huseinin në brehrin e tij. Pas pak, kur e ktheu shikimin, ajo pa se sytë e profetit po lotonin. Ajo i tha: "O i dërguari i Allahut, babai dhe nëna ime qofshin flijim për ty. Çfarë të ka ndodhur?" Profeti i tha: "Më erdhi Xhibrili dhe më njoftoi se ummeti im do ta vras këtë djalin tim." Unë i thash: "Këtë?" Ai tha: "Po." Dhe Xhibrili më solli edhe dheu në kuq nga toka ku do të martirizohet. Ky hadith tregon se profeti i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, qau për Imam Huseinin shumë vite para ngjarjes së Kerbelas, pasi u njoftua nga Xhibrili për martirizimin e tij dhe për tragjedin që do ta godiste familjen e tij të bekuar. Këtë hadith e ka transmetuar El-Hakim An-Naisaburi në veprën El-Mustadrak ala Sahihain, vëllimi 3, faqe 176, dhe ka thënë: "Ky hadith është autentik sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit, ndonse ata nuk e kanë transmetuar." Gjithashtu e ka transmetuar edhe në faqen 179 po të kësaj vepre. Hadithin e ka transmetuar edhe El-Hafidh Al-Bayhaqi në Ad-Dalail An-Nubuwa. E ka transmetuar Ibn Asakir në Tarikh Dimashq. E ka transmetuar El-Hafidh Al-Khawarizmi në Maqtalul Husein, vëllimi 1, faqe 158, 159 dhe 162. Paqja qoftë mbi Imam Huseinin.